për gjatë 4 viteve të kaluara, integrimi evropian s'ka qenë asku në agjendë. Përkundër faktit që Kosova ka apliku formalisht për antarësim, është një hap i guximshëm kur nuk ke përgatitjet e duhura, se aplikimet formale mundësh edhe veç me i bo formalisht edhe ato veç nuk ecin. Si unë kur aplikojsha për punë, 99-ën, 2000-ën edhe kërkush s'mlet Kur e din që si e ki kualifikimet e duhura, po veç aplikojnë, veç po thëmë të aplikoj. Ideja është me kriju një politikë të jashtme, ku ndërton relacione bilaterale, i mban aleatët fort, e ata bëhen ambasadorë, si me thanë, të kauzave tuja për me të promovu ty. Deri para 4 vitesh ne kemi pas aleat si SBA-ja, Gjermania, Franca, e plot aleat brenda Bashkimit Evropian. Na jemi dëshmitarë që as antarësimin në Këshill të Evropës nuk ka mujtë më menaxhu. Normal që ka kushte të vështira dhe ka negociata për cilat ty dush me hisi qeveri dhe me maksimalizu benefitin tënd mrenda. Po dush mi pas njerëz të kualifikum, dush me ditë qysh edhe me ditë ku po mrin, edhe me nxjerr maksimumin prej proceseve. Po stopimi i këtyre raporteve është i dëmshëm. Ti dush me vazhdu rrugdimin, ndalja është humbje epokale. Sot e humbim një vit, është në retrospektiv 10 vite mbrapa. Na sot jemi 10 vite mbrapa. Bile para 10 viteve shka qenë procesi integrimit e liberalizimit vizave shumë aktual, janë bo edhe vendimet të cilat nuk e kanë ndalë, janë pajtu për ndaljen e Kosovës në proces. Integrimi është i mundshëm atëherë kur ki politikanë përgjegjshëm që e dojnë integrimin evropian si ajrin, se është i rëndësishëm ti me qenë pjesë e një familje, se jenë kontinent të Evropës. Është tepër keq me ndërtu kauza elektorale, sovraniste, dhe me ju bo keq interpretim atyre, në koston e humbjes së një perspektive ndërkombëtare që Kosova deri tash se ka pas të kontestueshme. Bile formalisht e ka edhe në kushtetut ankorume. Po që sot Kosova është nën sanksione, këto duhet mos me harru, është kosto tepër e nalt. Kush kish menu që Kosova në vitin 2025 ka me qenë nën sanksione, barabart me disa shtete krejt autokratike. Rusia është në Evropë, është Bielorusia, jemi edhe na. Po, a din çfarë humbje ka? Rreth 1 miliard euro, 801 miliard euro asistencë i kena hub. Sa shkolla ish ndërtu, sa mësimi tërditori ish bo, kish ndru jeta e tonë në kuptimin cilësor me çato projekte. S'janë kërkon përgjegjës për humbjen e këtyre parave është Kurti, edhe qeveria e tij, edhe papërgjegjësia e tij në çështje ndaj aleatëve tonë.